do të jem me Argjend Zejnaj. Përshëndetje. Përshëndetje për juve. Faleminderit që bashkohesh sot, ndërkohë çfarë sinjalesh politike kemi deri tani sa i takon qoftë edhe rezultateve apo dhe atyre deklaratave të para, përte asaj që kemi parë festën, se sigurisht ka mënyra demonstrimit të numrave atje. Që të gjitha partitë politike në një mënyrë ose një tjetër kanë festuar mbrëm, por secila prej tyre e ka festuar fitoren e Pirrës, duke u nisë nga partia që ishte bindshëm e para prej zgjedhjeve të 28 dhjetorit, që është Lëvizja Vetëvendosje, edhe duke vazhduar edhe me të tjera subjekte me radhë, edhe kjo proklamuar nga dyshja Abdigjiku Osmani si fitore, nuk është fitore, për shkak se LDK-ja ka qenë dikur e për masave tjera, edhe thuash sot që nga 13% arritet të 17%, 17 pik diçka %, edhe është fitore, është me të vërtetë eklatante, por gjithsesi këta themi lider të rinj po kënaqen me pak. Kush humbi më shumë ti, kjo po kuptohet pa shumë analizë, s'duhet shumë analizë, s'duhet shumë shkencë me kuptu kush ka humb nga zgjedhjet e djeshme, është Lëvizja Vetëvendosje, për shkak se e njëjta na dërgoi zgjedhje bashkë me Vjosa Osmanin për egot e tyre, dikush të provu me marrë gjitha pozitat e dikush tjetër të provu me u rikthyn pozitat që ishte, dhe dolen të dy palët humbse. Ne po shihet edhe nga deklarimet e mbrëmshme që të krejt kjo ngjau për shkak të Albinit dhe Vjosës, tandemit I cili mundsoi përmbysjen e partive që kishin qeverisë për rreth 20 vitesh në Kosovë. Dhe kjo dyshe po ashtu ja shkaktoi Kosovës zgjedhjet e treta nacionale brenda një periudhe shumë të shkurtër kohore, brenda 15 muajve. Edhe kjo fatkeqësi, askush s'po bën analizë për këtij kondi, secili po bën analizë se kush çfarë do të marrë pas këtyre zgjedhjeve. Dhe rrjedhimisht kjo na tregon që këto parti politike në një mënyrë ose tjetër nuk çojnë kokën për izolimin, për përplasjet diplomatike që I ka Kosova, për këtë limbojen e ftojen politike në rrafshin e lartë me Washingtonin dhe Brukselin, edhe qeveria e re që duhet më bëhet një orë më përpara, kushdo që udhëheq. Po kush janë Zejnaj skenarët? Me kë mund të bashkëpunojnë? Jo, është herët lutna kolega, është herët me thonë kush janë, kush do të kishin dëshirë me kon me kënd, pastaj kjo është pyetje tjetër, por se kush mund të jetë, ata u shfaqen mbrëm, edhe zonja Osmani, edhe zotëri Abdigjiku, u shfaqen si shumë të interesuar me qenë me Lëvizjen Vetëvendosje, dhe kjo fatkeqësi nga kjo dyshe, e cila para se të ulen me partitë e ish opozitës dhe të shojnë mundësitë e një qeverie të ish opozitës për t'ja hequr nga dora mundësinë e vazhdimit të izolimit për menimin tim, për bindjen time edhe konceptuale, m'ja hek nga dora mundësinë e izolimit edhe të matutjeshëm të Kosovës zotit Kurti, ata po nga rendin për me kush po shkon I pari me bu koalicion me to, dhe kjo fatkeqësi, po të them edhe një herë, për spektrin politik, për Kosovën, për shkak se ti e kritikon vazhdimisht një parti që është e keqe e këtij vendi dhe në natën e zgjedhjeve, kur mbahen zgjedhjet, kur dalin exit pollet, ende pa u thënë fjala e fundit nga KXZ-ja për rezultatet preliminare, ti del në konferencë edhe I egzaltuar nga ajo që ti e konsideron fitore, I hap krahet edhe I drejtohesh partisë parë, I thu tash nuk I arsye me më refuzu. Po ajo të njëjtat arsye I ka me të refuzu edhe sigur ato që I pat kur e shpallë me dekret shpërndar kuvendin, të cilin dekret arzoi gjykata kushtetuese. Pra, janë lider fatkeqësisht për Kosovën, janë lider që e shohin vetëm të ardhmen e tyre politike e jo të ardhmen e Kosovës, qoftë në kuptimin ekonomik, diplomatik edhe të izolimit, e cila I është shkaktuar për këto 6 vite. Ju e vëtheksit e dy figurat kryesore, pra, të cilët kanë bërë llogaritë e tyre, po e them unë në mënyrë të
përmbledhur. Pra thatë që Albin Kurti për të marrë gjithçka, ndërsa Vjosa Osmani atë që po humte për të rikonfirmuar. Ndërkohë, pyetja që lind në vende si Shqipëria, Kosova është po roli i faktorëve ndërkombëtar, i partnerëve. Sigurisht që ne jemi në kushtet kur gjeopolitika ka të pikpyetjet e veta, çështje të nxehta të cilat janë në vatra dhe ndoshta me të drejtë, logjikisht, mund të analizojmë që vëmendja është pak më e vakët. Ka ndodhur kjo me Kosovën, pra pse nuk ka patur në gjykimin tuaj, në analizën tuaj një ndërhyrje deri në diktimore, duhet pranuar dhe kjo. Pra për atë se çfarë po shkakton një vend në atë që e quajmë, si e kemi quajtur, fuqi Beiruti, në Ballkan, etj, me armiq. Që unë besoj që isha duke e thënë edhe pak më herë, qeverinë re kushdo që udhëheq duhet me kuptuar se asnjë projekt i madh gjeopolitik i Kosovës nuk shtyhet përpara pa koordinim me këta aleat, qoftë me Brukselin ose me vende individuale të Bashkimit Evropian, qoftë me Washingtonin që është e patejkalueshme. Nuk mund të sillemi sikur na jemi një ishull i izoluar në mes Ballkanit. Edhe ndërkombëtarët, që shpëtoni edhe ju, e kanë bërë qartë edhe sfundmi edhe përmes presidentit të Këshillit Evropian, Kostas. Ata nuk mundën ja kry detyrat në këtë rast Kosovës. Prandaj, unë besoj që i duhet një qeverisë që rikthen besueshmërinë dhe parashikueshmërinë politike në raport me aleatët, sidomos me këta që janë një tek për neve, që është Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe ne duhet më konë në panik që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk po merren me neve sikur ishin marrë pak vite më herët. Kjo duhet më na bëjë me ngrit shumë pikpyetje. Pse ky aleat i yni nuk e ka vëmendjen siç e kishte dikur? Jo vetëm për shkak që ka konflikte tjera më të mëdha gjeopolitike, globale, siç është ajo Rusi, Ukrainë ose Iran, SBA, Izrael, Iran, të tjera me radhë. Por edhe për shkak të kryenësisë të liderëve politik edhe institucional të Kosovës. Megjithatë, nuk duhet me harru edhe faktin, është rreziku i mbetjes prapa, edhe prapa shumë, edhe për sa i përket këtij që mund ta quajmë treni i Ballkanit për Bashkimin Evropian. Do të thonë edhe në Tivat u konfirmu sfundmisht që Shqipëria dhe Mauritania janë në hapat të nevojshëm duhur për më ofru sa më shumë Bashkimit Evropian në antarësimin. Ne kemi me met peng edhe për shkak të Serbisë, por nuk duhet me met peng në këtë rrugë për shkak të vetes tonë, për shkak të politikës brendshme, ndërçeve, krizave institucionale. Kjo do të ishte më fatkeqësi, se sa kjo që çështja e mbetjes peng për shkak të Serbisë. Se kjo tek e fundit për shkak të Serbisë vjen një moment kur SBA-ja thot enough is enough, siç kishte thënë dikur presidenti George Bush në Tiranë, dhe e bëjnë Londën më nda. Themi sikur në aspektin e gjykimit në rastin gjykatë që i ndajnë Londë. Serbia nuk po don me ecë në rrugën drejt Bashkimit Evropian, nuk po don më interesu, po don me nejt si proksi i Rusisë. Aleati jonë gjithmonë na ka treguar se kur na kemi qenë në rrugën e duhur, na ka ndihmuar. Po kur na nuk kemi ditë me ndihmu as vetes, çu shkon me ndihmu aleatin. Në këtë rast po them që për këtej egove për pozita shtetërore, do duhet që këta lider politik që i kemi ekzistues me menu pak të ardhmen e Kosovës, me u bë bashkë, me u me gjetë gjuhën e kompromisit, edhe për temat mëdha me qenë bashkë. Për temat e brendshme në kuptimin kur të bëhemi si Slovenia ose si Suedia, po supozoj, pastaj mund të mbesim edhe pa qeveri edhe nga një vete dy, mund të shkojmë me katëri palëzjedhe brenda vitit, se gjithsesi je shtet më konsoliduar, më i zhvilluar, më i sigurt edhe të gjitha të tjerat me radhë. Por në këto rrethona çfarë jemi, nuk e kemi luksin që ne prapë të shkojmë në një krizë të radhës institucionale me idenë që do t'i mbajmë edhe një palëzjedhe në fund vit dhe pastaj do të na përsëritet, po themi, do t'i përsëritet rezultati zotit Kurti 28 dhjetorit vitit kaluar. Pastaj prapë edhe në një palëzjedhe kur do t'i përsëritet rezultati i nënshkurtit vitit kaluar dhe i këtij qershori, se këtu jemi të shku. Po kemi hyrë ke skenarët këtu që refuzove pak më parë. Për mbajmë zgjedhjet në dhjetor, për ka diasporën, po supozojmë zotri Kurti këtu, po del mirë. Për mbajmë zgjedhjet në shkurt ose në qershor, s'pi ka diasporën këtu, po del, domthonë nuk duhet më unis për këtyre premisave. Liderët e vërtet institucional, liderët e vërtet politik,
din me bëu kompromis pa pyet për çmimin e tyre politik. Dhe unë nuk po e shoh, deri në këtë moment nuk po e shoh të këta njerëz. Pra ju shikoni dhe mundësinë që prapë të ketë një kokëfortësi dhe mos gjendet formula e qeverisjes për të shkuar sërish në zgjedhje, nuk përjashtohet një skenar. Por nëse këta i gjejnë formulën dhe Vjosa Osmani zgjidhet presidente, nëse, sa ne nuk e dim çfarë kanë kokat e. Nuk është një urë mirë komunikimi me Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse njerëzit pranë saj deklarojnë që ajo ka kontakte të ngushta, përveç asaj se çfarë ne kemi parë mediatikisht. Ajo është një mënyrë që ne lexojmë dhe po, mund të jetë një mesazh. Pavarësisht se një pjesë e diplomacisë lëviz nën tavolinë, nuk lëviz pra me show. Por po e marrim të mirëqen. Unë po i referohem asaj se çfarë deklarojnë publikisht njerëzit pranë Vjosa Osmani, që është një njerëz shumë i afërt në shtëpinë e bardhë. Ju e shihni kështu dhe a mund të ndryshojë diçka në këtë skepticizmin, në analizën tuaj në raport në marrëdhëniet e Kosovës me aleatin kryesor të Bashkuara të Amerikës, nëse zgjidhet, nëse gjendet formula që Vjosa ta marrë atë që ka kërkuar? Demokracitë të mëdha, sado aleat që janë, gjithmonë komunikojnë me ato që i fiton zgjedhjet tek e fundit. Dashtem e s'dashtem ne, nëse do të vazhdoj të jetë Albin Kurti, kryeministri i Kosovës, atë SBA-t do të rifillojnë komunikimin, nuk e di me çfarë, në kuptimin me çfarë çmimi, por do të fillojnë komunikimin me mos presidentin Kurti, për shkak se tek e fundit e ka besimin e popullit. Ani pse nuk e ka sigurisht në këtë zgjedhje. Dhe zoni Osmani duhet me tregu për shka shkum zgjedhje, pra, me që pas ka qenë kështu, domethënë kuptimin që ti e preferuar atyre, do duhej që dilje edhe në zgjedhje, edhe në vota, duhet dilje aty me zotin Kurti. Pra këto prapakuintat, nuk mundesh me thonë ti në zgjedhje, unë e di shumë çka për zotin Kurti. Po ti ke qenë presidente. Çfarë ke bërë? Pse nuk i ke denoncu? Po, çfarë ke bërë? Absolutisht. Jo më na i tregu neve se ato tek e fundit një pjesë prej tyre nuk duhet, nuk guxojnë edhe janë sankcionuar edhe me kushtetutë edhe me ligj, që nuk duhet mu tregu. Ama o do të denoncu në të organet zgjedhëse. Gjithsesi, ti më fushat provove me përdorur disa e pave që në mati nuk janë të dalë si po të japin vota. Dhe sot në konferencën e parë pas zgjedhjeve deri thu nuk e ka asnjë arsye me më refuzuar zotri Kurti mua. Po a nuk i mojtë zgjedhjet për shkak me përmbys zotrin Kurti? Dhe në raport me SBA-t, unë besoj që gjithmonë e kanë thonë aleati jonë. Nuk kemi të bëjmë me partit, me kush udhëheq qeveri. Na kemi aleancën, misin me popullin e Kosovës. Në këtë rast, veç du të me shku në rrugën e marë, edhe nuk lejojnë, me saroni, 3 herë është përsërit, deklarata për sa i përket zhvillimeve energjetike, pejtë ngarkuarës me punë në ambasadën amerikane, çështja e inkuadrimit kyçes tonë në gazën i cili menaxhohet prej Shtetit Bashkuar të Amerikës. Pra, ata janë të interesuar që neve me na kornizojnë kuptimin e sigurisë energjetike. Dhe kjo po ekonomike, që përkthehen direkt në siguri kombëtare, në siguri Kosovës, që rrjedhimisht i vjen që është në aleati i SBA-ve në Ballkan është i sigurt. Pra, na nuk duhet me marrë këto që amerikanët, SBA-t e kanë dashuri personale ndaj asnjërit prej këtyre liderëve. Ata gjykojnë mbi bazën e asaj se si qeverisë dhe se sa i koordinumi jemi ta, për shkak se e kemi thënë edhe bashkarisht me juve, disa herë. Ne jemi, themi, prodhim edhe i tyre. Përveç se i mundit e i sakrificës tonë, personale, kombëtare, jemi edhe produkt që kemi dalë nga ndimat e tyre, qoftë ajo luftës, pas luftës, shpallit pavarësisë, të integrimit të gjitha tjera me radhë. Por këto 5 vite, 6 vite, janë një lloj thyrje heshtave të një aleatit vogël me aleatin e madh, global. Dhe kjo nuk ka më nëzirë rezultat mirë. Dhe kjo na ka tregu deri tani zotën, që nuk ka rezultat mirë. Dhe rrjedhimisht unë besoj që nëse arsyet që mprish Vjosa Osmani dhe Albin Kurti kanë qenë
komunikimi i zonës Osmani me Amerikanet, ma mirë se sa zotri Kurti, ma troq ose ma hapër se zotri Kurti, unë besoj që do t'jetë e njëjtë arsye që s'do t'i lërë të bëhen bashkë prap zotri Kurti zoni Osmani. Zotri Kurti mbrëm në festën e tij fitores e bonit qartë me sa e kanë kuptuar njerëzit. Unë presidenten e kam, Albelina Haxhim. Nuk kam nevojë për presidente, as nuk kam nevojë për qeveri, se jam vetë. Unë kam nevojë për kuvend. Rrjedhimisht, ajo ishte deklarat me thonë zonës Osmani që nuk duhet më nis për premisës se ti e ki me domos me çdo kush me mbu presidente. Pra, duhet me i ra për rreth asaj pozite, po jo për çat pozitë. Ndoshta, thellë, në vetvete, zotri Kurti ashtu e menu për veten e tij, pozitën e presidentit. E merr pozitën e presidentit, e merr pozitën e kryetarit parlamentit dhe qeverin i thot, jom lodh, për ja e për opozitës, le të merren vesh këta, ose vetë me një parti tjetër, dhe përgatitet, pushon pak, përgatitet për mu përballë me zotin Thaçi. E kam thënë disa herë, zotri Kurti e ka ëndër e ka. Që? Mu përballë me zotin Thaçi, me u matë, që thot populli, me zotin Thaçi, të shohim se si do t'jetë vendimi Fati, po. Tash, së shpejti. Ne urojmë edhe besojmë që ata duhet të shpallin bafajshme dhe t'i kthejnë familjes dhe shtetit të tyre. Prandaj, të gjitha këtu kanë të bëjnë me këtë konstituimin ose jo të institucioneve në këtë kohë. Pse ka ëndër Kurti këtë përballje me Thaçin, gjykimin tënd? Për me tregu që është më i fuqishëm, më i fortë se zotri Thaçi. Me zotrin Rugova, me presidentin e ndjer, nuk ja pat mundësinë për shkak të fatit të zotrit të presidentin e ndjer. Tashmë i ka mbet ata të cilën e imiton, në shumicën e rasteve e imiton zotrin Thaçi. Dhe ka dëshirë për bindjen time, në analizën time, unë e shoh që ka dëshirë. Jo, se me këtë logjik i bie që tani gjithë politika është në dispozicion të ngritjes së figurës së Albin Kurtit, të liderit të pa mposhtur. Kështu po e lexoj. Absolutisht. Pse si ka qenë deri tani? Si e keni lexuar ju në kuptimin nga Mema Shqipëri? Ja po të them, ne jemi, edhe duhet jemi si popull kundër këtyre kulteve dhe të liderve, e kam edhe për Shqipërinë këtë. Nuk e thash në asnjë moment që më pëlqen, nuk e thash në asnjë moment që kjo duhet jetë. Mjaft mu, i kemi kaluar ato sisteme kur është kultivu me domos, me çdo çmim është kultivu kjo çështja e kultit individi mbi të gjithë. Jo. Tashme edhe populli i Kosovës i tregoj mas shumë të lëvizjeve vendosje, por gjitha partive politike. Nuk ja kemi luksin me ja dhonë pushtetin absolut asnjë partie politike. Kështu që në këto rrethana uluni, merruni vesh edhe ndërtoni institucionet. Nëse do të na vijë puna me shku prapë në zgjedhje në fund të këtij viti, maksimalisht, ose edhe më përpara. Pastaj populli besoj, uroj, por edhe do të angazhohem megjithatë që populli përveç se me marr pjesë në zgjedhje të organizohet në gjëra edhe para se të mbahen zgjedhjet për t'i treguar këtij spektri politik që mjaft është mjaft. Për shkak se siç e thash, ka shumë premtime, ka zero realizime. Zero realizime të projekteve të cilat i sillin, prapë po e them, i sillin ato që po na sugjeron aleati jon, por në njëjtën kohë në kuptimin e mendshëm. Mirëqenien e sigurt, zhvillimin ekonomik, punësimin, arsimin, shëndetësinë, ne të gjitha jemi të kollapsu. Inflacioni, këtë 100 euro që ja vlla zotri Kurti për para festës së Bajramit, ende përpa hyn në markete e ka përpi inflacioni. Prandaj nuk e di deri kur dojnë me shku edhe me na hedh hisyve ky spektër politik, sikur na si kuptojmë gjërat. I kuptojmë gjërat shumë mirë. A duhet me bëu më shumë? Për veten tonë, po sigurisht që po. Po, unë besoj që kanë marrë mesazhin në partitë politike ditën e djeshme dhe do të dinë me analizuar dhe me materializuar në kuptimin më pozitiv të mundshëm për mandatin e ardhshëm. Unë të falenderoj për çështjen minutash, se ishte interesante, nuk e di pse të është lexuar një lloj zhgënjimi politik, ndryshe nga intervistat e para sot, ke qenë pak
Të shledzuar, Zejnaj, duam apo s'dua me gjithë profesionin që përpiqemi ndonjëherë të jemi brenda kornizave? Të shledzuar si mërzitje? Po është mërzitje për shkak se nuk kemi, sinqerisht, nuk kemi na një vend i zhvilluar që kemi luksin me shku 3 porsi edhe në 15 muajve, se kemi shumë nevoja tjera që janë më jetike. Sinqerisht, do të thonë në përditshmërinë e njerëzit nuk e di se si ja dalin për te 15 muajt vjus. Qartë, është normale. Unë besoj që edhe fatkeqësia tjetër është që seriozisht sa herë kemi zhvillime jo të mira në Kosovë, sikur ju bëhen edhe juve në Shqipëri atje disa zhvillime. Nuk e di domthon, ana shkruan kush në si thot popullin Hajmelia. Jo, është si kimi, është val, nuk e di se çfarë ndodh, po ta thon analistët këtë. Faleminderit, kënaqësi si gjithmonë komunikim me ju, ditë mbarë. Edhe për juve ditë dhe javë të mbarë. Shëndet.